Shqipëria, ëndra europiane e saj, procesi më thelbësor për të ardhmen e vendit, vazhdon të mbahen peg nga Edi Rama dhe Lubi Balluku. Përpjekjet për ta arkivuar dosjen Balluku, de facto dosjen Rama, janë përpjekjet më kriminale. Përpjekjet të cilat shkelmojnë interesat personale, shoqërore dhe kombëtare të çdo shqiptari. Edhe një herë, është goditja më e rëndë që i bëhet interesave të shqiptarëve në dy aspekte. Spari, lufta kundër korrupsionit merr fund. Merr fund. Pa dënimin, pa heqjen e imunitetit të Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pa thirrjen e Edi Ramës për të gjitha ato që mban dosja Balluku, nuk ka, që është faktikisht dosja Rama, nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pa ndëshkimin e korrupsionit dhe përgjegjësinë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë hap drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria, dhe njëherë, raporti i Bar është shtyr 3 herë gjatë muajit mars. Po rritet gjithnjë, po bëhet gjithnjë më i madh numri vendeve që kundërshtojnë në mënyrë të prerë të votojnë i Barin. I Bari është raporti i vlerësimit standardeve dhe luftës kundër korrupsionit. I Bar, votimi i këtij raporti është kusht që kapituj të tjerë të mund të mbyllen. Dhe kjo është e ndërmjem, ky votim është i ndërmjem. Nuk është përfundimtari për dy kapitull, kapitull 23 dhe 24, kapitullin për shtetin ligjor dhe luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut. Sepse themeli i procesit janë këto dy, mund të them se ka ngjall për çmim të madh nisma Rama, Vučić Rama në Europë. Është kuptuar si një përpjekje e dy pengmarrësve të vendeve të tyre që s'kan interesat tjera përveç interesat e pushtetit tyre. Edhe vendet të cilat ka një skepticizëm të qartë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, dëshmojnë mos pajtim të plot me këtenizm të nërmarë nga dy diktator autoritar.
nga dy individ të lidhur kë me kokë me krimin, me bandat dhe trafiqet. Pra, nisma Vučić Rama po përfundon aty ku e ka vendin. Ka ngjallë për çmim dhe ka dëshmuar se këta dy zyrtarë nuk kanë interesa tjera përveç interesave të tyre kriminale dhe të xhepit. Por, po kaq është dosja e Akshit. 2 javë më parë, Ergyes Agasin e kanë rrafur shumë keq. E kanë shtruar në dru. Po, si pas qytetarit digital është dërguar në një spital privat. Por duhet dini që Ergyes Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergyes Agasin. Nuk ekziston. Kurse mandati në Shqipëri është i pavlerë sepse atë policia nuk e arreston. A i ka hequr ministra. Por këto janë zhvillimet për këte prestonome të Edi Rams, sepse në fakt Ergyesi është vetë Rama. Të kuptohemi. Faleminderit. Në parlament, Taulant Balla deklaroi se lidhur me qëndrimin për raportin e IBAR, jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë qenë ndonjëherë dakord për hapjen e negociatave për integrimin, duke gjetur këtë si arsye dhe jo çështjen Balluku dhe se çfarë ka ndodhur në parlament për një ngecje të mundshëm të procesit të negociatave. Cila është e vërteta e një bllokimi të mundshëm procesit të integrimit? E vërteta është ajo që Bashkimi Evropian e bëri publike në përmjet një radioje publike si që është Radio Europa e Lirë. Në atë radio u njoftuar nga zëdhënës të Bashkimit Evropian, spari se Mali Zi, për Malin e Zi, IBAR-i është votuar me unanimitet. Dhe jo si të mashtron zëdhënës i jashtë e Mirams, këtu, që jemi ne para, së është të vërtet. IBAR-i për Malin e Zi është votuar me unanimitet. Së dyti, për Shqipërinë absolutisht nuk është votuar. Nuk është votuar dhe si pas ati njoftimi, janë jo një, po disa vende të cilat nuk kanë pranuar të votojnë IBAR-in, i cili miratohet me unanimitet. Pra, qovë dhe një vendi vetëm mund të blokoj, por në rast në Shqipërisë janë disa vende. Është absolutisht e pavërtet se është votuar. Po këta kanë një gjë. Këta kanë zgjedhur mashtrimin për të gjitha problemet. Dhe, po si pas zëdhënësit Bashkimit Evropian, asnjë kapitull nuk mund të mbyllet pa u votuar unanimisht IBAR.
I bar është i ndërmjem. Ky votim që bëhet për i barin është i ndërmjem. Është vendim i ndërmjetshëm. Por pa këtë vendim, asnjë kapitull nuk mbyllet. Këto ka njoftuar dhe unë marr të mirëqenë dhe të sigurt, nuk po them pastaj burime tjera që më konfirmojnë të njëjtën gjë, por po marr burimin zyrtar të 3 ditë më parë të publikuar, të dhënë një radio, që është radio publike, Europa e Lirë. Të gjitha variantet tjera janë mashtrime dhe vetëm mashtrime. Edi Rama mashtroi dje në mënyrë monstruoze para studentëve. Taulan Toyota Yaris po kështu. Është Lubi Balluku shkaku më kryesor. Shkaku më kryesor. Dhe këte, cili do që din të lexoj, ka parasysh reagimin që bën jo një, por disa nga ambasadat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Tiranë për aferën Balluku. Afera Balluku është afera më shëmtuar. Më shëmtuar në 32 vite, jo vetëm në Shqipëri, por edhe me gjërë, sepse është kuptuar që Balluku është thjesht fasada, se e vërteta është Edi Rama. Kjo është bërë shumë e qartë. Sikundër, duhet u them ju se për masat e Akshit janë edhe më lemeritëse. Keni parasysh se tek Akshi, aty ku është Mirlinda, lexoni Linda e Surrelit. Po se çfarë është Linda e Surrelit, atë e dini vetë ju. Kur unë e derancova, me dokument të ardhur nga prokuroria, regjistrimin ambiental, mediat e injoruan, po tani ato janë të gjitha në dosje. Ajo dosje nuk mund të zhdukej. Ajo dosje qarkullon në Europë. Po. Ndaj dhe ka një fantazm sot. Ka vetëm një kryeministër fantazm, dhe kryeministri fantazm është Edi Rama, i pakallur. Pritën qytetarët të dalë çdo ditë të mashtrojë. Dëgjoja edhe një ditë zëdhënësin e tij të jashtëm që ne jemi të parë, mashtrimi turpshëm. Malizi ju votua Malizi. Ndonë se kanë vretje, por kanë një sëri vretjesh, por i barin ja votuan. Dhe pavarësisht se ja votuan i barin, do ta themi atë që është, përsëri s'ka gjë të sigurt, sepse ka ndryshuar ligje. Ka ndryshuar 2 ligje. Dhe ndryshimi atyre 2 ligjeve kërcënon procesin e avancimin e procesit. Kurse Edi Rama është bërë parzmore e korrupsionit, përdori 81 mandatet për Lubi Ballukun. Edi Rama është kreu i organizatës kriminale, jo vetëm në rastin e qeverisë, po dhe në rastin e dosjes Balluku. Ju e patë sa vetë ishtë aty. Aty ka njerëz për 2 organizata kriminale, po ligji i njeh një. Për 2 grupe strukturura kriminale. Kështu që absolutisht jo, është mashtrim, mashtroj kryekput çdo ditë që dalin. Nuk është votuar. Nuk është e vërtetë.
Dhe e vërteta është se është një histori e ngjashme në raportin paraprak të zgjedhjeve. Ju e patë se çfarë përpjekje banditeske banë për të ndryshuar raportin. Dështuan, përkundrazi. Raporti u ridimensionuar, nuk është se s'ndërhyn, ndërhyn shumë. Me të gjitha mjetet, dështimi plot. Po? Për të mbetur te kjo çështje, ndërkohë nga njësia 14 në Kashar, kreu i qeverisë Edi Rama ka përmendur sërish procesin e integrimit, ku hedh akuza për të paudhët që me qëndrimet e tyre kundër po i mbyllin Shqipërisë dyert në Bashkimin Evropian. Keni një kundërpërgjigje për këtë deklaratë? E para, nuk kam dëshirë të ndërhyj shumë në punë të brendshme të Partisë Krimit, sa i po bën turneu në punëve të brendshme të Partisë Krimit, po ajo është punë e tij. Së dyti, është absolutisht mashtrim dhe e pavërtet. Ju jeni dëshmitar që në këtë konferencë, në këtë katedër, në këtë platformë, por dhe në ato ndërkombëtare, qëndrimi ynë ka qenë dhe mbetet. Ne mbështesim procesin e integrimit. Ndonë se Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Ky ka qenë qëndrimi ynë, por në qoftë se ne marrim përsipër të mashtrojmë në zbatimin e kritereve, standardeve, kërkesave, atë se bëjmë kurrë. Nuk e bëjmë kurrë. Ne kemi thënë të vërtetat, dhe të vërtetat tona po provohen, po faktohen. Dhe do i themi vazhdimisht, kur nuk bëjmë ne, nuk mund të mashtrojmë ne komunitetin ndërkombëtar. Sepse po mashtruam ata, është gjëm ndaj shqiptarëve. E kundërt është, këto kohë është makineria propagandistike e Edi Ramës, që përhap lajmet katarant se puna e korrupsionit është si punë trashëgimie është punë geni tek shqiptarët. Dhe çfarë keni ju, me qenë se shqiptarët e pranojnë këtë? Pra me një fjalë, Edi Rama dhe tellallët e tij dalin në përbot dhe thonë, kur i vjedhur i e pranon hajdutin, ç'punë keni ju me këtë? Kjo është. Prandaj dhe ata pasqyrojnë se kemi të bëjmë me kulturën në Shqipëri çështën e korrupsionit. Kush e hapi këtë? Kush guxoi ta thotë këtë? Këtë racizëm të mirëfillt anti-shqiptar, albanofobie mirëfillt, Edi Rama i pari, me ministrat e tij, zënës e tij, për të mbrojtur veten. Pra këta janë që e dëmtojnë më shumë Shqipërinë, kurse jo, ne kërkojmë një proces të bazuar në merit, sepse ne besojmë se janë absolutisht të realizueshme kriteret, si s'qenë ka realizueshme kriteret. Në një kohë kur në vitin 2011, një zëvendës kryeministër i një partie tjetër në koalicion, jo partisë kryesore, i cili po të tërhiqen nga koalicioni, binte qeveria, dha dorëheqjen, dorëzoi imunitetin, edhe para se ta kërkonte prokurori. Gjenetike është kjo. Ministrat, sa herë u kërkua imuniteti, është dorëzuar imuniteti. Nuk ka ekzistuar në një qeveri ku sundon ligji,
kur koncepti i imunitetit mburoi. Përkundrazi, ne dërguam në parlament dhe votuam heqjen e imunitetit për korrupsionin. Pra, janë të gjitha mashtrime, të paudh janë ata që vjedhin. Nuk kam në të paudh se Edi Rama, që ndërton me para të vjedhura sarajet 720 metra themelet gjata, me materialet më të kushtueshme që ekzistojnë, ndërkohë që ka një rrogë zyrtari dhe asnjë të ardhur tjetër që të mund të tregojë nga si mbiu. Me parkun 8.300 metër katror dhe rrëj ullish që kushtojnë mijëra euro. I paudhë është Edi Rama, i cili ka ndërtuar në bord pallateve, në sheshtën e pallateve, ka dhënë leje për pallatin lindës së tij, i cili për cilin nuk ka asnjë faturë doganore, tatimore, bankare ose ndërtimore. Shifni rrugët. Kompania e atij që ndërtoi pallatin i ka ndërtuar. Se ku dalin parat e pallatit të lindës në paj. I paudh është ai i cili firmos 8 muaj përpara për të dhënë kompanisë 8 pikë që nuk ekzistonte. Por djegësit e Tiranës dhe djegësit e Tiranës sot nuk ekziston. Janë shpenzuar 130 milionë. I paudh është ai i cili për dufe dhe urrejtje përzën televizionin Agon Channel dhe gjobit shqiptarët 120 milionë euro. I paudh dhe baloz korrupsioni është ai që zhvendos portin, grabit portin mijëra vjeçare të shqiptarëve me një vlerë totale komplekse me gjithë ndërtimet që do bëhen 4 miliard euro. Dhe duhet ndërtojnë shqiptarë tani për Dubajin e tij të 1.000 netëve të ndërtojnë një port të ri. I paudhë është ai që merr Lubi Ballukun për krahu, prish tenderin që ishin për të cilin ishte për tunelin Llogras, për të cilin ishte ofruar oferta slovene me 130 milionë euro. E anullon tenderin dhe shkon merr kompaninë turke dhe jep asaj me 190 milionë, ndërkohë që tunelin ndërton Gjoka që kishte ofruar me 140 milionë, zhduken 50 milionë me Tiranë të lapsit. Ky është i paudh. I paudh ai që ndërton rrugë të cilat kushtojnë maksimumi 3-4 milionë euro me 20 milionë euro. Dhe ky është Edi Rama. Ky është Edi Rama. Këto janë të paudhët që i bllokojnë Shqipërisë rrugën për Bashkimin Evropian. Që lanë pensionistët me pensione më mizerabel, që lanë studentët me tarifat më të larta. E dini ju që studentët në Shqipëri, pas Britanisë Madhe dhe Hollandës, paguajnë tarifat më të larta në Europë. Studentët shqiptarë, studentët e vendit më të varfër, paguajnë tarifa në proporcion të paktën 5 herë më të larta se Austria, ose 6. Jo në proporcion, nominalisht, se në proporcion shkon dhe 16 herë më shumë. Apo se Gjermanët, apo se vendet tjera. Këta janë të paudhë. Jo opozita e cila në mbrojtje të interesit të qytetarëve u thot shqiptarëve të vërtetën dhe u thot partnerëve tanë të vërtetën. Pyetja e fundit, sot Partia Demokratike ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën e saj për ngritjen e një komisioni hetimor për çështjen e Akshit. A besoni se do ta pranojë majoranca duke marrë parasysh që ka refuzuar të gjitha kërkesat e opozitës për komisione hetimore deri më tani? Faleminderit. Gjerë sot, Edi Rama
i ka mohuar opozitës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Dhe siç e shihni, prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Ndaj dhe ne u jemi drejtuar qytetarëve. Ndaj dhe protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore më e rëndësishme e qytetarëve shqiptar. Parlamentin e kanë asgjësuar në të gjitha mjetet me rrugë banditeske, me rrugë me turpe, me çfarë të thush, nuk kanë turp, kanë vetëm si të mbrojnë krimet që kanë kryer, vjedhjet që kanë bërë, dhe ne kemi vetëm protestën si mjetin më kryesor. Kova Dunisha, Televizioni Publik Shqiptar. Zoti Berisha, ditën e mërkurë këtu në selinë e Partisë Demokratike, disa anëtar të kësaj force politike të Durrësit të përjashtuar kërkuan një takim me ju në mënyrë që të sqarohen lidhur me përjashtimin e tyre. Ndërkohë hodhen poshtë pretendimet se kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Pse nuk i pritet dhe a do t'i prisni në ditët në vijim për t'i dëgjuar dhe për t'i shpjeguar lidhur me përjashtimin? Së pari, nga ata që janë përjashtuar aty, në mos gaboj, ishte vetëm njeri. Dhe ai është përjashtuar me motive të qarta. Me motive të qarta. Ai ka qenë nën kryetar në fushat elektorale. Ka punuar për kundërshtarët, për të mos thënë sa gjëra tjera, s'ka nevojë, por edhe ai dhe çdo njeri tjetër ka një gjykat kjo parti, duhet paraqes ankesat. Nuk është Sali Berisha gjykatësi i partisë. Po, Sali Berisha ka premtuar me kohë që do bëhen analiza. Ka premtuar me kohë që në këto analiza do nxirren përgjegjësitë pa diskutim. Nëse X apo Y për shkaqe s'më interesojnë, bën fushat dhe bën thirrje të votohet, bën thirrje ditën para votimit që të votohet për kandidatin e Tom Doshit. Unë mendoj se është me pakta që mund të them pacipsi ekstreme të pretendoj se ka ndonjë gjë të përbashkët me Partinë Demokratike. Ka shkelmuar vetë investimin e vetë dhe keq përdoret. Pra, ata persona që jepin me qera, që japin veten me qera, ata nuk kanë, do të thënë, janë qera, jepin me qera, kaq. Kanë bërë një zgjedhje ata. Partia është një institucion që ka të gjitha forumet, dhe cili do që ka vrejtje, ka pakënaqësi, ka të drejtë ta ankimojë. Por absolutisht, ata që kanë punuar për kundërshtarët, nuk do kenë vend në parti. Jo, ke punuar për kundërshtarën shkollë. Nuk është, do të thënë, marrin përsipër një mision të turpshëm, të neveritshëm. Mirë, ti e bërë atë. E bërë për arsye, dikush më thotë bashkëton me te, s'di asgjë, s'kam asnjë, nuk merr, por e bërë vazhdo ti, ç'keti, ty nuk të thirrë njëri, thotë pse e bëre. Jo.
bëre zgjidhjen tënde dhe unë respektoj zgjidhjen e secilit. Shkove bëre fushat për deputetin kundërshtar. Mirë. Tani kërkon të më shitesh mua se je të marroj periudhë e qeras? Jo. Pra, këto janë përpjekje të dëshpëruara të Edi Rams, dhe të atyre që bëhen lolot e tij, po e vërteta është që këto vetëm sa janë në përputhje me atë zotim, që analiza do bëhet. Po. Dhe çdo njeri që nxirret nga lista që ka punuar për kundërshtarin, sa janë nuk mund të them, po janë 10, 15, 20, janë ata, nuk mund të them se janë. E kam thënë gjithnjë që do bëhet analiza. E kam thënë gjithnjë që ata të cilët kanë punuar për kundërshtar do marrin atë që meritojnë. Megjithatë, secili ka të drejtën të ankimojë dhe të faktojë se është ndëshkuar në mënyrë të pamerituar. Ndërkohë që Partia Socialiste vijon me takimet e saj dhe ka filluar mobilizimin për zgjedhjet e ardhshme vendore, cila është strategjia juaj përballë pushtetit e Edi Ramës? Do vijoni vetëm me protesta apo keni një strategji e cila nis edhe me një punë në për qendrat e tjera për të maksimizuar votat në zgjedhjet e ardhshme? Strategjia jonë është largimi i Edi Ramës nga pushteti. Si kryetari organizatës më të rrezikshme kriminale që ka qeverisur Shqipërinë. Si një rrezik real edhe për paqen dhe sigurinë në rajon dhe më gjerë për shkak të lidhjeve të tij me organizatat më agresive. Ju e pat besoj, a e pat, po nuk e hipni. Ku mund ta hipni ju? A e pat ju emisionin e fundit të Rai 3? Çfarë thoshte? Mafja shqiptare më rrezikshme në Europë, ose mafja më rrezikshme ndërkombëtare, e lidhur me Edi Ramën, pastron parat në Shqipëri kryesisht, përdor Shqipërinë si platformë për të shpërnda krimin në katër anë. Merre dhe jipeni këtë dokumentar. Jipeni në mënyrë që të kuptojnë shqiptarët se cili është imazhi i kësaj qeverie, por dhe i narkoshtetit dhe Shqipërisë së narkoshtetit, për fqit, për Europën dhe për botën. Se ti je rrezik për sigurinë, je rreziku më i keq. Pra, kjo është strategjia jonë, dhe ne vazhdojmë të palkundur në këtë strategji. Po, urdhë. Pyetje tjetër? Mirë, faleminderit.